10 muaj pas zgjedhjeve parlamentare ku majoranca qeverisëse siguroi plot 83 mandate deputetësh, SPAK ka publikuar dhe një raport për ndikimin e mundshëm tek zgjedhësit. Sipas këtij raporti, hetimet e SPAK në atë kohë flasin për përfshirjen e zyrtarëve të lartë në fushatën zgjedhore. Sipas strukturës së posaçme, individ të ndryshëm kërkonin ose ofronin përfitime në këmbim të mbështetjes elektorale. Progreja e posaçme thotë se këto përfitime përfshinin shpërblime monetare për votuesit, leje legalizimi të ndërtimeve informale, favore në vendin e punës dhe përfitime të tjera administrative. Mëtej, SPAK thotë se në disa zona zyrtarët të pushtetit vendor përdorin listat e zgjedhësve për të orientuar votuesit dhe për të ofruar përfitime direkte duke evidentuar modele të koordinuara të ndikimit të paligjshëm në procesin zgjedhor. Hetimet treguan gjithashtu bashkëpunimin mes individëve të përfshirë për të shmangur kontrollin e organeve ligjzbatuese dhe për të mbrojtur strukturën korruptive nga ekspozimi. Për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, struktura e posaçme ngriti një task force me qëllim evidentimin e çdo paligjshmërie në kuadër të zgjedhjeve vendore. Sipas një raporti të publikuar në qershor të vitit të shkuar, janë evidentuar 192 raste të dyshuara për krime zgjedhore. Në atë kohë, vetë Altin Dumani, kreu i SPAK, tha se janë regjistruar 43 procedime të cilët kanë kaluar në fazën e hetimit aktiv, ndërsa 43 raste të tjera është vendosur mos fillim i procedimit penal. Po ashtu 40 materiale kallëzuese janë dërguar për kompetencë pranë prokurorive të rrethave, ndërsa 17 të tjerë janë bashkuar me procedimet ekzistuese.